Federata Kickboxit të Kosovës në bashkëpunim me Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport në komunën e Gjakovës mbajtën konferencë për media në të cilën njoftuan për zhvillimin e natës së gladiatorëve të Kosovës në kickbox. Me 29 të shtunën do të mohet nata e gladiatorëve të Kosovës në kickbox, ku në këtë turne do të marrin pjesë përfaqësuesja e Kosovës e kickboxit dhe përfaqësuesja e kickboxit e Hungarisë. Meqë mas kryesor që është për titullin e kampionit botror, i cili do të ndeshet garuesi jon Shpëtim Ahmetaj me garuesin nga Hungaria. Zyrtari për sport në komunën e Gjakovës, Faruk Domi, u shpreh se Gjakova është bërë arenë ndërkombëtare e sportit. Palestra sporteve Shani Nushi do të shkëlqejë edhe një herë. Ne premtojmë një komoditet jashtëzakonisht të mirë, natyrisht me paraqitjen edhe këtyre bokserëve, të cilët shpresojmë të demonstrojnë një cilësi shumë të lartë. Shpëtim Ahmetaj, gladiatori kryesor i kësaj nate, u shpreh se kundërshtari i tij është shumë mirë i përgatitur. Mirë po ai mendon se mund ta fitojë titullin botror në versionin VKU. Meçi i fundit për titullin e botës në versionin VKU do të jetë meçi imi, ku të ndeshem me hungarezin i cili është një kickboxer i nivelit të lartë dhe është një kënaqësi për mua që i mbroj ngjyrat e shtetit tim, është një kënaqësi për mua që dola dhe ja arrita që dal të sfidoj një titull botës siç kena me zhvilluar me datën 29 nëntor në Gjakovë në sallën Shani Nushi. Turneu Nata Gladiatorëve të Kosovës është i pari në llojin e tij që organizohet në komunën e Gjakovës. Dhe çka bën më të veçantë këtë garë, kickbokseri shqiptar Shpëtim Ahmetaj është i vetmi i cili të gjitha përgatitjet i ka bërë në Gjakovë. I bëj ftesë të gjithë